Ka menduar gjithmonë dhe vazhdoj të mendoj edhe tani me këtë iniciativën e re që kemi marrë, që ndoshta edukimi i tregut është pjesa më e rëndësishme e punës që neve duhet të bëjmë. Nuk ka qenë e lehtë dhe as nuk është e lehtë dhe as nuk është zgjidhur fenomeni i edukimit të klientelës për të vepruar me agjencitë imobiliare sipas disa rregullave që janë në avantazhin e tyre. Është shumë e vështirë të marrësh kohën e një personi për një gjë të tillë, edhe pse ai kohë mund të ketë me shumicë, thjesht nuk e quan të rëndësishme, nuk e merr në konsiderat. Tregu ka deformime që vijnë nga mungesa e shitblerjeve të shpejta, pra ka prona që rrinë në treg për një kohë të gjatë. Tregu ka qenë, sigurisht ka evoluar, ka funksionuar më mirë, ka pasur periudha që pronat janë shitur shumë shpejt, ka pasur periudha që kanë qëndruar edhe me vite në treg. Dhe duke qenë kjo frika e mos shitjes, pronarët preferojnë të shkojnë në të gjitha agjencitë imobiliare dhe ta listojnë atë kudo ku t'jenë, ku të munden, kush ta shesin përpara, përfshirë edhe ai vet. Dhe kjo ka krijuar një kakofoni të tmerrshme ku ti të njëjtën pronë gjen të listuar në 20 agjenci,